Nderuar drejtues e seancës, të nderuar deputet. Sot si deputet i Partisë Aleancë e Maqedonase për Integrimin Evropian, do të trajtoj disa nga shqetësimet dhe problemet që dolën nga takimet e mia me banorët e komunitetit Maqedonës në Bashkinë e Pustecit. Bashkia e Pustecit, e cila popullohet nga 5200 banorë të komunitetit Maqedonës, është bashkia më e varfër e rajonit të Korçës, e lënë pasdore për vite të tëra me radhë nga të gjithë qeveritë. Një nga problemet kryesore me të cilat përballen banorët e Bashkisë Pustec është mungesa e ujit të pishëm dhe kanalizimet. Nga 9 fshatrat e Bashkisë Pustec, vetëm 4 fshatra kanë shërbimin e ujësjellësit, edhe këtu duhet ndërhyrje në rrjet pasi rrjeti është amortizuar. E njëjta situatë paraqitet edhe me rrjetin rrugor, i cili është tepër i shkatruar. Tjetër shqetësim i banorëve të Bashkisë Pustec është problemi që kanë me furnizimin me energji elektrike për shkak të rrjetit të amortizuar. Bashkia e Pustecit furnizohet me energji elektrike me ndërprerje, por edhe me tension të dobët për periudhën që ka, çka bën të digjen shumë pajisje elektroshtëpiake. Për shkak të tensionit të ulët të energjisë elektrike, pajisjet në qendrën shëndetësore në Pustec nuk punojnë. Për më shumë se 40 vjet në rrjetin kryesor dhe të shpërndarjes së energjisë elektrike, nuk është bërë asnjë ndërhyrje duke sjellë një amortizim të rrjetit. I vetmi biznes në zonë, i cili punësonte 20 gra në fasoneri, përpara një muaji u mbyll dhe u transferua në Korçë për shkak të ndërprerje të shpeshta të energjisë elektrike dhe tensionin e ulët. Papunësia në Bashkinë e Pustecit është një nga problemet më të mëdha. Një numër i madh i banorësh, megjithëse janë të rësimuar me arsim të lartë brenda ose jashtë vendit, janë të papunë dhe numërohen me gisht ata që janë të punësuar në administratën dhe institucionet shtetërore, si në rang qarku, ashtu edhe në dikasteret qendrore. Edhe pse Bashkia e Pustecit është e banuar 100% me Maqedonës, është paradoksale sepse janë shumë pak banorë të komunitetit Maqedonës të punësuar në institucionet shtetërore brenda territorit të bashkisë, si arsimi, shëndetësia, policia, dogana, administrata e Parkut të Prespës, qeverisja lokale e tjerë. Në raportin e fundit nga auditi i kryer nga ana e KLSH-s në administratën rajonale e zonave të mbrojtura Korçë, theksohet se edhe pse 90% e territorit të Parkut të Prespës shtrihet në Bashkinë e Pustecit, vetëm 2 persona nga kjo bashki janë të punësuar në administratën e Parkut, dhe KLSH-ja rekomandon të përfshihen sa më shumë persona nga popullsia lokale në administratën e Parkut të Prespës. Ka institucione si dogana e Goricës e të tjerë, të cilat ndodhen në territorin e Bashkisë Pustec dhe nuk kanë asnjë të punësuar nga komuniteti i Maqedonës.